së bashku me kryetaren e grupit të këshilltarëve të Partisë së Lirisë në Bashkinë e Vlorës, jemi sot këtu për të denoncuar skandalin e mungesës së ujit të pishëm në kulmin e sezonit turistik, që ka dëshmon edhe një herë dështimin, kapitullimin e këtij sektori jetik në këtë qytet simbol të turizmit shqiptar. Mungesa e ujit të pishëm në Vlorë nuk është çështje thjesht papërgjegjshmërie, por një çështje abuzimi flagrant me taksat e qytetarëve të Vlorës. Brenda 2-3 viteve të fundit, në këtë bashki janë shpenzuar rreth 9 milion euro për projektin e ujësjellësit të Unazës në Lungomar. 12 milion euro për ujësjellësin e fshatrave të Novoselis. 2 milion euro për ujësjellësin që mbulon zonën e Kuzum Babas dhe lagjes Partizani, sot e kthyer në simbol të mungesës së ujit të pishëm, dhe rreth 20 milion euro pritet të hidhen për ujësjellësin e qytetit të Vlorës, në total pra rreth 43 milion euro të avulluara, sepse sot Vlora nuk ka ujë të pishëm, madje nuk ka as ujë për të larë. Dështimi i thellë i ujësjellësit të Bashkisë së Vlorës do pak është dështim i rilindjes e cila nuk në këto 3 mandate nuk ka garantuar dot as ujë të pishëm për vlorjatët, e jo më për turistët e shumë që janë sot në këtë qytet në kulmin e sezonit turistik.